Ja ta shohim dhe një të dhënë tjetër. A do ta rekomandoni Shqipërinë tek të tjerët si destinacion turistik? Kampioni total, 89% do ta rekomandoni. Kjo shifra më e mirë deri tani për të ardhmen e turizmit shqiptar. Sepse të gjithë këta 89% do ta rekomandonin. Përse do ta rekomandonin? Harroj ato shifrat jo të pakënaqur edhe... Të kënaqura, pra kjo mbetet në fund. Derisa do ta rekomandonin, do thotë që kanë qenë të kënaqur. I zeron të tjerat. Plus, ajo neutral... Ajo neutral është e parëndësishme, fare, se 89% se i bie neutral edhe jo shumë. Mund të mos jetë pozitive, shumë. Pra, ajo 89% që është kufiri që ndanë të kënaqurit. Edhe ndarë si pas grup moshave, Zoti Vati, e njëjtë është përqindja, pra 91%, 88%, madje ata më entuziastët që do ta rekomandonin është grup mosha 55 vjeç e lartë. Ata 95% do ta rekomandonin Shqipërinë për të vizituar. Përgjigja ndaj këtyre pyetjeve dhe 2-3 pyetjeve tjera të mëparshme të kenë qenë përgjigje kortezie. Pra, në kontekstin që ajmo se bëjmë të ndihet keq këtë personi, po. Tu duhet i bëjmë testin e së të vërtetës. Prandaj ne përdorim, shpeshherë na ndodh që përdorim formularët pa prezencë të individit, pra të intervistuesit, në mënyrë të tillë që të mos e ndikojmë në përgjigje kortezie, e quajmë në aspektin akademik. Pra, ti thua, të pëlqeu Shqipëria, dhe ai vjen e thotë, po çfarë ti them unë këtij tash? Ta bën ndihet keq, po më pëlqeu. Do rekomandoje? Po ka nivele pyetje. Kjo është e lartë, patjetër që duhet të ketë një përqindje, për të marrë parasysh them, a ka mundësi? Shifra është aq e lartë sa edhe sikur të llogarisim. Do të rrëzohet ky më poshtë. Më poshtë, ja ta shohim tek tabela tjetër. A do ta rekomandonin Shqipërinë te të tjerët si destinacion turistik të ndarë sipas shteteve? Një faqe më poshtë. Edhe këtu nuk po e lexoj të plot, sepse përqindja e rekomandimit është e lartë. Turqit e kanë pak më të lartë përqindjen që jo shumë, është 13%, francezët 6%, spanjollët 6%, edhe Danimarka 5%. Edhe Hollanda deri diku. Pra vetëm këto shtete është ajo që tham para pak për 2 tabelat e para që pamë. Vazhdojnë të mbajnë të njëjtën linjë. Vazhdojnë linjën e tyre ata, po. Shqipëria a ofron më shumë përfitime se sa destinacionet e tjera në Ballkanin Perëndimor, këtë e tregon tabela tjetër, regjia. Dhe sipas kësaj tabele, kampioni total, 42% mendojnë që Shqipëria ofron më shumë përfitime se sa destinacionet e tjera në Ballkanin Perëndimor. Pra, plotësisht dakord janë 11%, dakord janë 31%, 52% këtu janë neutral dhe pjesa tjetër e mbetur janë jo dakord ose as pak dakord. Tashi, po të ishte se do e kishin dhënë përgjigjen për kortezi edhe këtu do të thonin shumë më shumë. Kemi neutralët, i kemi shumë neutralët. Shumë neutralët, është Teresa Gri. Ata neutralët janë... Ka frikën se këta janë kortezia. Unë mendoj që këta neutralët, këtu janë ata që uftojnë shumë. Janë më realë. Nuk do të thotë që ne jemi qendra e botës, që ne në Ballkanin Perëndimor të jemi destinacioni i shkëlqyer. Apo që ata do të gjykonin vetë turistët që Shqipëria... Ne nuk ofrojmë më shumë se sa vendet e rajon. Nuk ofrojmë më shumë se Greqia, nuk ofrojmë më shumë se Malizi, se Kroacia. Ne mund të ofrojmë më shumë se sa Maqedonia e Veriut. Kosovë, Serbi. Kosovë, Serbi. Po, prandaj nuk krahasohemi edhe me to se ato kemi kanë Ballkanin Perëndimor dhe besoj që në përgjigjet janë afër realitetit. Edhe ke para. Edhe një fundit kam. Nëse Ballkan Perëndimor, kemi dhe Greqinë dhe Kroacinë aty, se ky është koncept shumë politik. Vetëm Ballkanin Perëndimor. Jo, si kemi Greqinë dhe Kroacinë. Varet se ka perceptuar dhe ai që ka parë. Maqedonia e Veriut. Dakor, janë ato vende që janë BE, se kjo është shumë interesant. Ja ta sqaroj Sonila këtë pjesë. Për të thënë fillim duhet i kthej përgjigje profesorit këtu. Intervistuesit kanë qenë aty vetëm për t'i ndihmuar ata. Janë bërë me tablet, kështu që ne nuk kemi pasur dyshime që ata të na thonë gjëra kortezie. E para. E dyta, të gjitha shifrat duhen ne I lexojmë shifrat në kompleks. Pra, nga shifra parë të